Kostoja financiare në pak nuk tregon gjithë historinë e kësaj gjëje që do të krijohet. Sepse duhet të mendojmë edhe për impaktet pozitive sociale që ka ngritja e kësaj streze. Duhet të mendojmë sigurinë publike, ku qenë e ndacak shkaktojnë kafshime, rrezikojnë fëmijët dhe të moshuarit dhe krijojnë aksidente të ndryshme në rrugë. Çdo incident i shmangur kursen para. Do me thënë, kursen para në trajtimin shëndetësor dhe në dëmet e krijuara dhe mbi të gjitha ruan jetë. Duhet kemi parasysh dhe shëndetin publik, uljen e rrezikut të sëmundjeve nga infeksionet që mund të shkaktojnë sëmundjet e kafshëve endacake, gjithashtu duhet kemi parasysh edhe imazhin e qytetit, sepse një qytet me kafshë dhe me qenë endacak duket shumë i prapambetur dhe nuk ka impakt pozitiv dhe për zhvillimin e turizmit, atë që neve mendojmë. Totali vjetori kostove për pa investimi, sepse këtu kemi dhe kostot për shpenzimet për personelin, kostot për shpenzimet operative dhe kostot që janë për investimin. Investimi do të bëhet për strezën njerë dhe kosto e investimit nuk llogaritet çdo vit, llogaritet në afat gjatë. Totali i kostove vjetore pa investimin janë 17.870.538 lek. Nëse strehojmë 100 qenë, si që është bërë llogaritja dhe analiza financiare nga administrata e bashkisë. Dhe në këtë rast, me këto kosto mujore për një qenë është afërsisht 14.892 lek. Nëse përfshim investimin që është 8.960.000 lek, të cilit mund të llogaritim një amortizim në 10 vitet e ardhshme, vlera vjetore e investimit do të llogaritet 816.000 lek. Atëherë totali i shpenzimeve vjetore për strezën janë shpenzimet e personelit, janë shpenzimet operative dhe amortizimi i investimeve që arrin në vlerën 18.686.538 lek në vit për 100 qenë. Kostua vjetore për qenë del 186.865 lek, qenë në vit, ndërsa kostua mujore del 15.572 lek qenë në muaj. Edhe pse investimi duket i madh, në analizë, mi pra unë ta mbaroj. Të lutem, kemi këtu. Edhe pse investimi duket i madh, në analizë mujore ai ka ndikim më të vogël se sa flitet, dhe vendimtare këtu mbetet numri i qenëve. Asnjë njeri nuk ka dalë në rrugë të numërojë se sa qenë janë. Mund të jenë 100 qenë, mund të jenë 50 qenë, mund të jenë dhe 200 qenë. Në rastin që mund të jenë 50 qenë, gjithë buxheti që është planifikuar, aty ngelet dhe trashëgohet. Nëse janë 200 qenë, ai buxhet është ai që është dhe ai do të përdoret. Efikasiteti i operimit në strez ka shumë rëndësi. Programet e sterilizimit dhe adoptimit kanë shumë rëndësi. Mund të jenë, si konkluzion, mund të them se kostua është financiarisht e menaxhueshme nga Bashkia e Vlorës. Nga ana sociale është shumë e justifikuar. Strategjikisht varet nga menaxhimi. Nëse menaxhohet mirë, kjo nuk është thjesht kosto, por është investim në sigurinë dhe cilësinë e jetës. Vaksinimi dhe sterilizimi i vazhdueshëm i qenëve bën që numri i tyre të bjerë me kalimin e kohës dhe kjo do të thotë kosto më ulët në të ardhmen. Faleminderit. Lutem me procedurë një fjalë vetëm, lutem.